Kristian Shkreli, kryebashkiaku socialist në Vaun e Deos, u paraqet sot në ambientin e prokurisë së posaçme, ku ju komunikua zyrtarisht akuza për korrupsion zgjedhor. Hetimet e SPAK-ut lidhen me dyshimet se Shkreli ka ofruar para ose favore të tjera për të siguruar vota në favor të PSD-s gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Përveç kryebashkiakut, 3 persona të tjerë janë në hetim në kuadër të këtij rasti, duke përfshirë eksponentë të tjerë lokal të PSD-s, të cilëve u janë sekuestruar celularët dhe u janë kontrolluar dokumentet që mund të provojnë përfshirjen e tyre në veprimtari të dyshuara kriminale. Në muajin maj, pas dyshimeve të para, gjykata e posaçme e Shkodrës ka urdhëruar sekuestrimin e celularit të Shkrelit, si dhe ushtrimin e kontrolleve të tjera të nevojshme për hetimin. Sipas burimeve nga SPAK, hetimet janë pjesë e një operacioni më të gjerë që synon të dokumentojë shitblerjen e votës në qarkun e Shkodrës dhe të zbarë të gjithë rrjetjen e përfshirë. Rasti ka marrë jehon edhe për shkak të kritikës së hapur që kryeministri Edi Rama i bëri Shkrelit një javë para zgjedhjeve, duke i thënë Kristian mos luaj me dy porta. Kristian, një koment që sipas analistëve pasqyron shqetësimin e qeverisë për ndërhyrje të mundshme në procesin zgjedhor. SPAK ndërkohë pritet të vijojë hetimet intensive për të përcaktuar nëse ka pasur manipulim të votave dhe për të ndjekur ligjërisht të gjithë personat e përfshirë.